sheqeri po ashtu varësi? Krijon po ashtu të njëjtën varësi, jo vetëm sheqeri, të gjitha ushqimet e procesuara, të gjitha sot ne themi që po marr nëse një fëmijë, po marr në kushtet e një fëmije konsumon një qese patatinash, patatina e parë me të dytën nuk ka asnjë ndryshim në shije nga njëra tjetra. Pra receptorët nuk surprizohen dhe nuk ndryshojnë shija, pra shija është statike. Pikërisht kjo shije statike bën që të krijohet ajo varësi e cila sot gati është shumë e njëllojt apo krahasimisht shumë e përafërt me konsumin e duhanit dhe të alkoolit. Kështu që krijojnë padyshim varësi sot ushqimet e procesuara dhe është një sfidë shumë e madhe eliminimi apo minimizimi i ushqimeve të procesuara nga regjimi jon ushqimor dhe pikërisht të ushqime të procesuara, nuk ka rëndësi nëse janë të kripura apo të ëmbla, prandaj unë theksova shumë që edhe ushqimet e kripura përmbajnë sheqer si konservant, kanë të njëjtin dëmtim në organizëm dhe ne shikojmë problematika mbi peshën, obezitetin në fëmijët, problematika të tjera, alergjitë ushqimore, të cilat si rezultati një keq ushqyerje dëmtohet sistemi imunitar dhe ne kemi sot prani të alergjive apo të problematikave të tjera që lidhen me dobësinë e sistemit imunitar pikërisht nga ushqimet e procesuara. Dhe unë do ta generalizoja më shumë, do flisja më shumë për konservantët dhe ushqimet e procesuara ku dominon padyshim sheqeri, por edhe konservantët e tjerë kanë po të njëjtin efekt si sheqeri për të dëmtuar dhe për të shtuar inflamacionin në organizëm.